Në qytetin e Vlorës ka ndodhur 3 ardhje të hebrejve, të cilë kanë jetuar në këtë komunitet, janë pritur nga shqiptarët, janë përshtatur zakoneve, kulturës, traditave të qytetit dhe të vendbanimeve, ku ata ngritën këto vendbanime, dhe përndër të tyre në qytetin e Vlorës në vitin 2006 është shpallur monument kulture rruga në cilën ata kanë banuar, rruga e hebrejve të Vlorës. Mendohet të kenë ndodhur 3 ardhje të hebrejve në qytetin e Vlorës. Ardhja e pari për këtë periudhë së antikitetit, nga një anije e zënë nga dallgët e detit dhe e zbarkuar në Zvërnec dhe të vendosur këto familje, këta njerëz që ishin tregtar në këtë anije në qytetin e Vlorës. Ardhja e dytë është gjatë luftës së Spanjës, rekonkuista spanjolle, dhe ardhja e tretë është gjatë luftës së dytë botërore. Në qytetin e Vlorës ka patur statistika dhe vazhdojnë të kemi statistika që në bazë viteve 1200-1500 ka patur disa oxhak ose disa familje të hebrejve, ka patur sinagog, rreth 18 familje ose 18 oxhak të hebrejve kanë qenë në qytetin e Vlorës rreth viteve 1520, të cilët kanë vazhduar atë lidhjen e tyre dhe duke tërhequr edhe pjesë të tjera dhe ardhja gjatë luftës së dytë botërore, ishte një ardhje e cila ishte në mbrojtjen e popullsisë vendase, në mbrojtjen e shqiptarëve, në mbrojtjen e vlonjatëve, të institucioneve të asaj kohe, që prefekti ishte Abedin e Pravishta, apo përfaqësues të tjerë të pushtetit lokal në qytetin e Vlorës, dhe ky komunitet i hebrejve ka zhvilluar aktivitetin e tyre deri në vitet 90-91 në qytetin e Vlorës, duke u shkolluar në shkolla shqiptare, duke fituar pjesë të ndryshme të kulturës së Shqipërisë, duke qenë pjesë e rëndësishme e tregtisë, e financave dhe atyre njerëzve që dhanë kontributet e tyre në mjekësi, në art, në kulturë dhe në shkencë, jo vetëm në qytetin e Vlorës, por edhe në qytete të tjera. Në qytetin e Vlorës ka patur sinagog që i përkiste besimit të këtij komunitetit të hebrejve, pranë klubit Labëria, gjithashtu ka patur elemente të tjerë dhe ruhen dhe sot e kësaj dite elementë dhuruara nga ky komunitet i hebrejve të larguar në vitet 90, siç janë disa enë të ndryshme, është një sini me yllin e Davidit, janë disa gota argjendit të ekspozuara në Muzeun Historik të Vlorës, që i përket këtyre familjeve, mbasi ata u larguan nga qyteti ynë i Vlorës. Këto familje, këta njerëz kanë dhe lidhje, dhe sot e kësaj dite vazhdojnë dhe lidhjet këtij komuniteti të vajtur në Jeruzalem apo në qytete ndryshme të Izraelit, gjithashtu ka patur dhe martesa, djemë dhe vajza të 2 komuniteteve të Vlorës dhe të hebrejve, dhe vazhdojnë të kenë lidhje të vazhdueshme me qytetin ku ata janë rritur, kanë lindur në qytetin e Vlorës, do të përmendja këtu Ana Cohen apo përfaqësues të tjerë, të cilët dhe vizitojnë Vlorës me shumë dashuri dhe sa herë që vinë në Vlorë ata bëjnë pjesë edhe vizitave në muzeet e qytetit për të parë ato sende dhe elementë të dhuruar prej tyre pasi u larguan nga qyteti i Vlorës. Faleminderit.